mikrofonit, tu I pra thaj. Të mesin më gjatë në tjetër. Të organizuar në kuadër të shënimit të 20 vjetorit të themëlimzjes në këtë përvjetor të 20 dhe I kemi pas, e kujtoj shumë, syt e veshët e hapur për gjitha fjalimet që I kanë bajt kryetari jonë, për gjitha fjalimet që I kanë bajt themelusit e vetëvendosjes, 10 prej tyre. Kosova në atë kohë ka qenë ende brisht me dhimbjet nga periudha e luftës, me institucione të dobta, me sistem drejtësisë të kontrolluar nga jashtë dhe me një kost politike pa vizion, e korruptuar e me shumë probleme. Prandaj, lëvizjen e kam parë që nuk ka qenë si një parti e zakonshme politike, por si një reagim moral, qytetar e politik, ndaj një gjendje të padrejtë. Pra, e kam parë në atë kohë një sinqeritet të rrallë në mënyrën se si vetëvendosja e ka shpalos kauzën. Antarësimi im ka ndodhur në shtatorin e vitit 2010 dhe për këtë është bacazajm këtu. Bacazajm dhe babi im më kanë thënë me që ti po merr pjesë në aksionet të vetëvendosjes, në protesta, pse s'po shkon edhe mua antarësu në vetëvendosje? Është shumë interesant se ndike keq të isha mos po I rëndoj, mos po I ngarkoj këta shumë me punë, me angazhime, me shpunë aty me thonë po du mua antarësu. Do të nuk e shisha si do bi për vetëvendosjen, po të isha mos po I ngarkoj. Po I reja që në pejton dhe jam prit prej Glaukut, pra formularin kur e kam mbush para Glaukut. Edhe unë e them hapur qyshe, kam thënë në vazhdimsi, jam antarësu në vetëvendosje sepse kam besu në figurën e Albinit. Pra Albini për mua dhe për shumë të tjerë ka qenë frymëzim, dhe se bindjet e mia për barazi, për vetëvendosje, për drejtësi sociale, I ka përfaqësuar edhe lëvizja vetëvendosje. Dhe çka e ka dallu tjetër vetëvendosjen nga të tjerët, është ajo se si vetëvendosje ka trajtu politikën. Pra jo si mjet për pushtet, por si mjet për ndërgjegjësim. Pra vetëvendosje ka insistuar në lidhjen e ngushtë mes qytetarit dhe politikës, dhe thjesht nuk është ndërtuar mbi interesa personale, por mbi parime. Dhe mbi guximin për qenë I drejtë edhe atëherë kur është shumë e vështirë. E këtë shumë prej aktivistëve tanë e kanë ndi edhe në lëkurën e tyre. Dimension tjetër I rëndësishëm është roli vetëvendosjes në thyrjen e paragjykimeve gjinore. Shumë prej aktivistëve tona që kanë qenë të arrestuara ndër vite janë përballë me, mendimet, qysh po proteston, ti je vajzat nuk protestojnë, vajzat nuk burgosen, e pra aktivistja e vetëvendosjes ka arrit me emancipu shoqërinë, edhe me tregu që përgjegjësia për këtë vend është edhe vajzave dhe djemve, edhe burrave, edhe grave. Pra I ka thy paragjykimet gjinore. Dhe nuk e ka pa përfshirjen e grave vetëm si një përfshirje formale, por një proces vërtet të emancipimit. Pra, vetëvendosja e ka pa gruan si subjekt politik të barabartë, në çdo protest, në çdo diskutim publik e politik, gratë kanë qenë aktive. Prandaj edhe këtu më lejoni që t'i falenderoj të gjitha aktivistët e vetëvendosjes për punën e madhe që e kanë bërë, për vendin dhe për vetëvendosjen. Pra, po ashtu, kemi arritur që të përçojmë mesazh të fuqishëm për shoqërinë se barazia nuk është diçka që falet, por që fitohet përmes përfshirjes dhe përmes luftës për drejtën e vet. Edhe unë vetë personalisht kam kalu në një proces emancipimi gjatë kësaj periudhe kohore. Domethënë, angazhimi në lëvizje vetëvendosje më ka forcuar edhe si qytetare, më ka forcuar edhe si grup, edhe si profesioniste, aktiviste, e kështu me radhë. Dhe sot e shoh vetëvendosjen si një organizatë që ka kalu shumë sfida, që është rritur bashkë me shoqërinë, dhe pavarësisht gjithçka që na ka ndodhur ndër vite,
e ka ruajtur, mendoj, boshtin e saj moral. Mendoj që dy periudha, ndoshta tjerët mund të kenë mendime ndryshe, po dy periudha kanë qenë shumë të vështira për vetëvendosjen. E para ka qenë 2007, pas 10 shkurtit 2007, kur ka ndodhur vrasja e Monit Darbenit, ku më kujtohet që edhe përgjegjësinë për vrasjen e aktivistëve, gjithsesi qytetarëve, se Moni Darbeni nuk kanë qenë aktivistë, kanë qenë mbështetës, qytetarë të Republikës të Kosovës atë kohë, sepse Kosova nuk ka qenë e pavarur në atë kohë. Dhe donin ta bënin përgjegjëse vetëvendosjen për Monin Darbenin për shumë mbi 90 qytetarë tjerë që ishin lënduar rënd. Edhe periudha e vështirë mendoj ka qenë 2015, 2016, kur ka ndodhur edhe vrasja e Astritit, por që qëllimi ka qenë me shpallë vetëvendosjen organizator terroriste. Pra duke e pa rritën e vetëvendosjes, që nuk po mund ta ndalin mbështetjen që populli ja bënte vetëvendosjes, ju e dini që ka pasur plane që të na nveshnin aksione që si ka bërë lëvizja dhe asnjë aktivist i vetëvendosjes, që ka qenë edhe sulmi në kuvendin e Kosovës, sepse aktivistët tanë janë shpallë të pafajshëm, por që kanë pas plane që me shpallë vetëvendosjen organizator terroriste, por s'ja kanë dalë. Dhe vetëvendosja sot është partia më e fuqishme në vend. Kryetari që na prin, që na ka prin në vazhdimsi, është personi më i votuar ndonjëherë në historinë politike të Kosovës. Prandaj vetëvendosja mbetet një hapësirë ku politika nuk është bërë kur pazar, por gjithmonë është luftuar për ta mbajtur atë të pastër. Vetëvendosja pra do ta ketë vendin e saj të pazëvendësueshëm në skenën politike dhe qytetare të Republikës sonë, e si qeveri dhe ku e përmbyll, në fund Xhelal, ta mundësun një hije. Dhe si qeveri, ne kemi dëshmuar që Kosova mundet me pas qeveri që s'korruptohet, mundet me pas qeveri që punon për interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe që i adreson me vullnetin më të madh të gjitha përgjegjësitë që i kemi. Faleminderit edhe një herë. Njëzet vite përkthehen edhe në 7300 ditë. E unë mund t'ju them se nuk kemi 7300 ngjarje, aktivitete, angazhime, aksione, po kemi shumë më shumë se kaq, për tentu me zgjedh në një që pastaj me pështru si sport. Këtu përmend që 20 metra më tutje ka qenë zyrja e parë e lëvizjes vetëvendosje, por në të njëjtën ndërtesë në kotin e 4 ka qenë banesa e Albinit, ku ne na taku shumë. Shumë prej diskutimeve ka ndodhur në atë banesë. Edhe po du me ju të regu një sakrificë vetë Albinit, i cili vetë ju duhanxhi, më stëm anti-duhanxhi, duron të me urë tona, dërisa na finim dohan një mas një qatë dhomën që na boj shumë takime. Edhe më kujtohet kur vendosëm që me lanë takimet pa dohan, atëherë Hyseni kërkoj që me bo pauza çdo 45 minuta, e na prej debatit në zetë haroj shumë lej shumë këtu pauza çdo 3 orë. E masë ne me loti thështë po pimër duan brenda e pastaj pauzën me ojtë posër e më bojnë në balkon të Albinit. Lëvizja vetëvendosje ka thyr shumë mite. Një prej tyre është se një organizat që vjen nga baza, grassroots, nuk mund të ketë sukses, po nuk pa të mbështetje nga të fortit, nga të mëdhenj, nga të fuqishmit. Realisht ne nuk e kemi pas ato. Si tashmaret jena luftu, pothuajse nga të gjithë. Por shkak të vullnetit e punës të jashtëzakonshme, sakrificat, ne jemi ku jemi. Edhe jemi shembull për shumë organizime edhe në mbar botën. Edhe për suksesin, por patjetër edhe për kreativitetin, siç e përmendi edhe Albini. Për shkak se ne nuk kemi pas rezistencë të partikulume edhe jo kreative. Realisht nuk kemi pas aksion pa trakt politik. Në thonë se kemi bo aksionet vetëm për t'i bërë, po ka pas një
arsyetim, një shpjegim politik për çdo veprim tonin. Edhe kjo jashtëzakonisht shumë ja ka vështirësu punën kundërshtarëve tonë, por patjetër se ka prodhuar edhe rezultat në masovizimin e lëvizjes vetëvendosje. Nona e me ndjerë, gatun të shpesh për ne, edhe bënte me shumë qef. Halli saj ishte se nuk ja këtheni menët, të pësijet e nxjerë, kush kish kohë mu marë me to. E pastaj e bënte luft për me këthyja në të veta. Po, kjo realisht ka qenë lëvizja ku ne kemi nda të gjitha zbashku, edhe realisht kemi mbulu, kemi përkrah edhe njëri tjetrin, ju vetëm qëllimin.